Këtë të martë në datën simbolike të 5 majit, autoritetet më të larta të shtetit shqiptar u mblodhen në varrezat e dëshmorëve të kombit për të nderuar kujtimin e atyre që sakrifikuan jetën për lirinë e dheut. Ceremonia zyrtare nisi me vendosjen e kurorave me lule nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, i ndjekur nga kryeministri Edi Rama. Nderimet vijuan me pjesëmarrjen e ministrit të mbrojtjes Ermal Nufi dhe nënkryetares së Kuvendit Klodiana Spaiu, të cilët u përulën përpara sakrificës së të rënëve. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë Edi Rama e vlerësoi këtë ditë duke i cilësuar dëshmorët e atdheut si të paharrueshëm. Në këtë ceremoni solemne, e cila zgjati disa minuta pranë monumentit Nën Shqipëri, nuk munguan as veteranët dhe as përfaqësuesit e luftës antifashiste nacional-çlirimtare, të cilët mbajnë gjallë kujtesën historike të vendit. Kjo datë shënon për vjetorin e rënies së Qemal Stafës në vitin 1942, i cili u kthye në simbolin e rezistencës kundër pushtuesve fashist, që prej asaj kohe 5 maj shërben si moment reflektimi kombëtar për të çmuar lirinë, e cila u pagua me çmimin më të lartë njerëzor.